takojmë Antigona Seferin gjithmonë për kauzën e njëjtë, në tetor, dhe në tetor ne ndjejmë një farë detyrimi që t'i ndihmojmë të gjitha gratë që sapo kanë marrë një diagnozë ose sapo kanë gjetur diçka të dyshimt, që i bën të dyshojnë se do përballen me një sëmundje të rëndë, emrin e cilës kemi frikë t'ja themi. Kanceri i gjirit. Antigona është një survivor, një mbijetuar, edhe gjithmonë me bindjen se do të fitoj dhe fiton gjithmonë. Mirë se vjen Antigona kësaj radhe, po takojmë në teatr këtu. Do dëshiroja të di si e njerë me shëndet edhe si po i kalon ditët. Faleminderit Gjemi për ftesën, mirë se u gjej. Tani, nëse krahasoj me herën e parë që jemi takuar, kur kam folë për të njëjtën temë, më thonë, do të vreni edhe ju se kam ndryshuar shumë, do më thonë, kam marrë shumë më tepër guxim dhe forcë, nuk jam ajo që isha në ditët e para. Dukesh mirë me shëndet, kjo është që ka rëndësi? Po, falë Zotit mirë, rezultatet shkojnë mirë, edhe kur ti merr rezultate pozitive, guximi është akoma më i madh për të vazhduar luftën. Unë luftën akoma nuk e kam përfunduar, por mund të them se po eci mirë punët dhe unë gati se po i afrohem 5 vjetorit që nga momenti kur ka marrë këtë diagnozë. Edhe po shkon gjithçka mirë e mbar, analizat na dalin në rregull? Po, deri tash po. Mendoj se mbas një shëndeti të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për kancerin e gjirit, është ajo shpresa e madhe që na mban se ne do ta fitojmë këtë sëmundje, apo jo? Shefe Gjemi, po s'pa të shpresë në jetë asgjë nuk do të arrish, dhe shpresa është njeriu të bëj luftën më të çuditshme me veten, po edhe me rrethin, edhe me torturat që t'i fal terapia ose çfarë do të shoh tjetër në jetë, që të sjell një farë vështirësie, po s'pa të shpresë se do të dalësh i fituar, ti faktikisht që në hapat e parë do të dështosh. Shpresa gjithmonë na mban në jetë. Si themi ne, edhe ndihmojnë më shumë se ilaçet. Po, shpresa vdes e fundit. Edhe ndihmojnë më shumë se ilaçet gjithmonë. Fakt. Sidomos në këtë sëmundje, një shëndet i mirë mendor është ai që të shtyn të ecësh përpara dhe që të jep forcë për me fitu këtë betejë. Besoj që edhe njerëzit që i ke përreth në shtëpi janë më të lumtur tani që të shohin të përmirësuar me shëndet, të shohin shumë mirë. Shumë normal, e dimi të gjithë, nëse dikush në shtëpi nuk është mirë, të gjithë shtëpia vohen, domethënë të gjithë janë të smur. Antigona, çfarë do t'i thoje sot asaj gruaje që i ka shërbyer tetori roz, ka bërë ca analiza dhe rezultatet e bëjnë të mendoj për diçka të dyshimt në trupin e saj. Është fillimi i një lufte që zgjat, por çfarë duhet të ketë parasysh ajo grua? Shive, tani, që në momentet e para, me që vetë jam një person që i kam kaluar këtë sëmundje dhe këta rrugë të vështira, dhe shumë mirë i din ato ndjenjat e para, si janë tek secila femër ose tek secila paciente. Mirë po, asnjëherë njeri nuk është mirë me mendu fundin. Sidomos për vajzat ose për gratë që kanë zonjët, që kanë fëmijë, është një motiv shumë më i fortë për të vazhduar, për të luftuar dhe kur të mos dorëzohemi. Qoftë edhe ditën e fundit që e dim që jemi duke ikë, prapë të shpresojmë se ka shpresë. Antigona, epizodi fundit, ose biseda e fundit që kishim ne, mbaj mend një vizatim të vajzës që ke përmendur, që do me thënë nuk ti po përballeshe me humbjen e flokëve si simptom ansore. Tani si reagon vajza? Ka kuptuar që ti je një luftarake? Gjemja e tash është më e rritur, edhe shumë mirë i mend të gjitha hapat e mi të parë, do të thënë që momentin kur unë humba flokët dhe tani që kam flok. Tani ke shumë flok. Po që më janë rritur, mirë po shife, ajo frika ka mbetur gjithmonë tek ai fëmijë. Sepse ajo në momentin e parë kur filluan të më binë me të madhen flokët, ajo nuk më shkep, si që kam thënë edhe atëherë, nuk më shkep nga vetja. Dhe tani me ndrimin e stimeve e dim të gjithë që po na bien flokët dhe mu këtë vit filluan diçka ashtu të mra flokët, e kapë me njëherë panika, mami, çfarë është ndodhur pse bin kështu flokët? Thash, mami, mos u shqetëso, nuk është ajo që mami ka shumë flokë edhe për tra. Po, thash, mami, kjo është vetë një dukuri normale, natyrore, me ndrimin e stimeve, thash, të gjithë njerëzve ju bin flokë, kështu që nuk është ajo që ti mendon. Edhe më njëherë u reatu kur pa që unë isha shumë mirë, domethënë isha shumë pozitive në përgjigjen që ja dhash. Ne përshëndesim vajzën, si e kish emrin? Luna. Luna. Po. Luna, ti e bia e një luftarake, kështu që uroj që të marrësh nga kjo nën shumë. Faleminderit shumë Antigona që ndave këtë bisedë të ngrohtë me të gjitha gratë të cilat dyshojnë për kancer gjirit dhe jo vetëm
Faleminderit shumë edhe ty Gjemi që ma ke dhënë sa herë mundësinë të paraqitem dhe të bëj apel të të gjithë zonjat, të të gjitha gratë, të të gjitha nënat, pa dallim moshe, edhe njëherë po ju bëj thirrje. Patjetër ndani kohë, të paktën një herë në vit, shkoni paraqituni në kontroll. Askush nuk e di se çfarë flen brenda trupit tonë. Përderisa ne nuk shkojmë të kërkojmë diçka, bovaki të bie puna që ne smundje ta zbulojmë shumë më vonë se të paraqitemi në momentet më të vështira. Për atë shkoni me kohë, edhe pse nuk keni asgjë, paraqituni në një kontroll. Mua kontrollat e rregullta ma shpëtuan jetën. Kam thënë edhe përpara, unë smundjen e kapa shumë herët fal kontrollave që i mbaja gjithmonë me rregull. Kështu që nuk ju ngelet gjë tjetër përveç se të ndiqni shembullin e Antigonës. Faleminderit. Faleminderit Gjemi.